Rufi ishte një dragosh i vogël me luspa të kuqe edhe një zemër plot mirësi. Por ai kishte një problem, nuk mund të frynte zjarr. Sa herë përpiqej, nga goja i dilnin vetëm fluska sapuni shumë ngjyrshe. Dragojt e tjerë qeshnin me të dhe e tallnin shpesh. Kjo e bënte Rufin të ndihej shumë i mërzitur. Një ditë, ndërsa ai qante dhe lëshonte fluska pa dashje, disa fëmijë nga fshati afër i panë dhe mbetën të mahnitur nga bukuria e tyre. Fëmijët filluan të qeshnin, të kërcejnë dhe të luanin me fluskat. Rufi kuptoi se fluskat e tij sillnin gëzim, që nga ajo ditë ai filloi të bënte fëmijëve shfaqje me fluska dhe u bë miku i tyre më i dashur. Rufi e kuptoi se magjia e tij ishte e veçantë, edhe pse e ndryshme nga ajo e dragojve të tjerë. Të jesh i ndryshëm nuk do të thotë të jesh më pak, secili ka dhuntinë e vet të veçantë.